Norvegjia po ndërton rrugën nënujore më të thellë dhe më të gjatë në botë. Norvegjia po ndërton tunelin më të gjatë dhe më të thellë nënujor në botë. Rockfast, që do të shtrihet 26.7 kilometra në det dhe do të arrijë deri në 390 metra thellësi. Ky tunel do të lidh qytetet Stavanger dhe Bergen, duke reduktuar kohën e udhëtimit me 40 minuta dhe do të zëvendësoj disa kalime me tragjet, duke bërë udhëtimin më të shpejt dhe të sigurt. Në projektin Rockfast janë parashikuar 2 rreth rrotullime nën ishujt Kvitsoj, 260 metra në nivelin e detit, ndërkohë ndërtimi po kryhet përmes shpimit dhe shpërthimit të shkëmbinjve të fortë me todë. Ky tunel do të ketë ndikim të madh në ekonominë rajonale, duke lehtësuar transportin dhe duke rritur turizmin në zonën e fjordeve dhe Bergen. Më shumë se 13.000 automjete pritet kalojnë çdo ditë përmes tij deri në vitin 2053. Kostoja totale është 25 miliard kron, rreth 2 miliard euro.